Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin në pult, në televizionin Albria. Emrin tim dhe në emrin e televizionit ju uroj gjithë shqiptarëve festën apo 113 vjetuарын e shpalljes së pavarësisë dhe ditën e flamurit. Dita e ardha e pavarësisë së Shqipërisë dhe pas saj ka qenë një rrugtim i gjatë, rrugtim me plot sakrifica, dhimbje, po edhe rrugtim krenarie. Ka posur njerëz që kanë dhënë pothuajse tërë jetën në veprimtarinë e tyre kombëtare, pa u ndalur që nga mosha rinore e deri në moshën e pjekur apo në moshën më të shtyr, pa u ndalur vetëm për një çështën kombëtare, me një ideal si të bëjë Shqipëria. Një ndër ta, padyshim, është edhe Dervish Qadraku. Përshëndetje zoti Qadraku. Përmëndetje që gjetët kohë një pjesë e televizionit Albria. Urime dita flamurit dhe 113 vjetori shpalljes së pavarësisë. Faleminderit e urime edhe për juve. Fillimisht do doja t'ju falenderoj për ftesën që na keni bërë këtu për shkak se për dy arsye na mendoj. Arsyeja e parë që i kërkoni këta njerëz të cilët pak a shumë, domethënë janë përpjek me bë diçka për çështje kombëtare, dhe e dyta është që historia e popullit tonë, popullit shqiptar, është një histori si thuaç me vujtje, me peripeci, me krajata të mëdha në përhistori, dhe e keqja më e madhe kësaj pune është që ne për historinë e popullit shqiptar pak kemi shkruar ose dim nga të tjerët. Për shembull, sidomos unë kam një shoqatë, është shoqata Arbria, domethënë periudhën e kultivimit në vlerave kombëtare, dhe patëm bërë bashkë me shoqërinë Lëvizja një projekt, nëse mund të ndërlidhem kështu, edhe me shku nëpër shkolla me pa që sa mësojnë nxënësit për historinë e popullit shqiptar, sidomos pas luftës tash në quajtën nacionale shqiptare në Kosovë. Dhe për habin tonë, nxënësit e shkollave të mesme, se ne ishin në shkollat të mesme, pam që ishin kretë një faqe ose dy faqe maksimumi i kretë sa historie për vitet 1945 deri në luftën e fundit të Shtetit Shqiptar të Kosovës. Prandaj kjo ndoshta na jep mundësi neve që pak a shumë të shpalosim disa dhona për historinë e popullit shqiptar që ndoshta i kontribuon kësaj historie, sepse na historinë kryesisht e kemi mësuar nga rapsodët, sepse në libra tonë s'kemi pasur edhe armiqtar nuk i na kanë mësuar këto sende, kështu që është një mundësi e mirë. Prandaj unë ju falenderoj juve edhe një herë duhet ti përshëndes shiqëuesit tuaj edhe ti uroj edhe unë aty në festën e nëntorit që është me tri, domethënë me tri të mira, domethënë është shpallja e pavarësisë, është zbulimi, domethënë ose dalja e ushtrisë shqiptare, më fal, edhe është që lidhet me Skënderbeun. Domethënë është një datë tepër e rëndësishme për popullin shqiptar. Historinë e mësojnë gjeneratat e reja, brezat e rinj, por historinë e bën njerëz që veprojnë në kontributin e tyre për atë. Një nga ta jeti, i cili ke dhënë pothuajse tërë jeta juaj identifikohet me veprimtarinë adhetare. Kur janë fillet e para që keni filluar në aktivitetet adhetare, se jo çdo herë të gjithë popullata kanë qenë të rrështuar në atë formën e guximit, e vullnetit, e elonit dhe veprimtarisë. Populli shqiptar i Kosovës sidomos është një popull që thashë në fillim ka vuajtur shumë. Dhe janë dy burime që ne të rit atëherë, viteve 70-80, i kemi marrë informatat për historinë e tragjike të popullit shqiptar. Mas pari nga familja, sepse po thuj nuk ka pas familje në Kosovë që nuk është prek nga sistemi atëhershëm Jugoslav ose Serbo-Jugoslav, duke filluar prej utkupit, duke filluar prej grumbullimit të armëve, duke filluar prej konfiskimit pasurive të tjera, dhe kështu që shqiptarë në mënyrë ata kanë qenë të rrezikuar gjithmonë nga ai sistem. Dhe e dyta, them vërtetën unë televizionin televizionin shqiptar të ne ka filluar që nga vitet 1974. Shumë ka kontribuar edhe te ne, sidomos neve atëherë të ri,
me ato filmat, me dokumentar, me ato, domethënë, që kanë folë për historinë e popullit shqiptar, dhe kjo ishte edhe për neve një lloj frymëzimi dhe pajisje me dituritë tona, domethënë për historinë e popullit shqiptar. Domethënë dy burime janë ato që neve na kanë furnizuar me historinë e popullit shqiptar. Nga cila moshë keni filluar të mirëni me aktivitete me veprimtari adhetare? Të vërtetën, më ka shti një farë mënyrë Adem Demoqi të mirë me veprimtari adhetare. Pse thuti? Në vitet 1975, Adem Demoqi me 18 apo 19 bashkëpunëtorë tyre ka qenë në burg dhe pothuaj për natë dhe dilnin në televizion qysh këta kanë vepru keq ne këne. Edhe ne tashti tu e ditë kontributin e tij, tu e ditë kush është Adem Demoqi, kemi filluar që veprimtaria parë që kemi shpërnda parulla, ku di unë eksistent, dhe kemi shpërnda për lirimin e atyne. Domethënë, fillon nga ja fazë kur grupet atëherë, domethënë klandestine ose ilegale, ishin atëherë bukur në një farë vrulli. Në atë kohë edhe kështu që neve na kanë rënë sy këto dhe në farë mënyrë ne ishim të gatshëm të veprojmë dhe të bëjmë diçka për këtë farë pune. Çfarë moshe keni qenë? Unë kam qenë në moshën, domethënë vitin e 3 gjimnaz. Viti 3 gjimnaz, i vjen dikun 17. 17-18 vjet, por na me moshën e 17 vjeçare kemi filluar, kemi formuar një grup atëherë. Ishim shok prej 6-7 vjetë fillimisht, e formuan grupin Kosova Re, e bëm një farë programit të saj, të ati grupi, edhe fillimisht kemi shpërndar parulla me 28 nëndorë, 75-ës, dhe shka është më rëndësishmja, ne filluam kugjin më flamuj Jugoslav komunist edhe kësi serb, i shkynim mazdarë këtë të marrë në për terë, edhe për me një farë mënyrë për me tërgu atë mëlefin tonë ndaj Serbisë. Domethënë, kemi fillu me shlyrën, me shkyrën e flamujve dhe me shpërndarjen e parullave për lirimin e Adem Demoqit fillimisht. Zoti Qadraku, nëse analizojmë sot dhe nëse reflektojmë atë periudhë, edhe shihni veten një djalosh 17-18 vjeçar, e keni bërë nga vrulli rinor që keni pasur, apo keni mundur të ngritni një idealizëm në atë kohë që duhet të veprojë kështu, apo të dyja së bashku? Ndoshta të dyja së bashku. Ne mas pari, neve na u dasht mas pari vetë pajisje me këto njohurit, historisë popullit shqiptar dhe nevojat çfarë duhet bëjmë për kombin tonë. Domthon këtë pjesën që është në Kosovë dhe pjesë të tjera në Jugosllavi që kanë pas qenë atëherë të ndara në Maldzi dhe me Maqedoninë. Edhe e dyta ka qenë që këto të u shpërndarim edhe të tjerave. Shokëve të klasës, shokëve të, do të thonë, si më thonë tash, lagjës, shokë kështu në përgjithësi, e kemi treguar se çfarë duhet bëjmë dhe kush duhet bëj këto dhe pse pi bëjmë këto sende. Për shembull, po ta them unë, në klasën e 3-të, tash më kujtohet të mesme, a dytën, a tretën nuk më kujtohet tash, kemi thyr fotografinë e Titos në klasë. Domthon 3-4 vjet dikush ka rujt atje dhe kemi thyr fotografinë e Titos për me treguat revoltën ndaj sistemit të tyre. Domthon, kështu është ajo, janë ndoshta elemente të thjeshta do të thoya unë, por në një farë mënyrë ne nuk kemi mujt bëjmë më tepër për shkak të moshës dhe kapacitetit tonë. Domthon intelektual, nëse mund të them kështu. Prandaj këto janë hapat e parë fillestare. Sot duken disi absurde këto veprime për gjeneratat e reja, por atëherë kanë qenë veprimet e cilat është dashur apo janë marrur me njëherë organet e rende. Kur keni rënë në sy? Nga organet e rendet atëherë të... Në sy ne një farë mënyrë nuk na kanë hetu derisa na kanë zënë vepër. Domethënë kemi qenë të vitin 1976, kemi pas aksione në Rahovec, në Gjakov, në Therond, atëherë Suarek, në Prizren. Edhe tash ne shkum atje, unë isha me grupin tim në Gjakov, edhe i shpërdom parullat, mirë për parullën e fundit, ku tu vendos, na kishin hetu dikush të ishte një farkutije e rrymës dhe ushqisë semafora, por nuk e drita vakon, edhe ato menuat tash janë po të neve thyë atë, me vjedha, ku di unë për shka, edhe na zunë në vepër, edhe me revole me ato në lidhën edhe na qu në stacionin e milicisë në Gjakov. Domthon kjo është akcioni i fundit që kemi bërë për atëherë. Më pas keni qenë pjesë e burgosjeve, përndjekjeve
e maltretimeve, një periudhë e juja jetësore, sa krenare, po ashtu edhe dhimbjes, edhe sfidimit. Si i keni përballuar këto vite burqë? Po tash ju mund ta merrni me mend se unë e kom parë në për televizionet të tjerë ato maltretimet që kanë bërë, domethënë, kryesisht shqiptar. Domethënë, neve nuk di që na kanë marrë kush serb në pyetje. Na kanë marrë shqiptarët, dhe ata me emra mbi emra, se ti ja ka nevojë mi citu ata. Pse ju? Mirë, po ta them, unë për shembull në Gjakov, nuk e di emrin, po atë natë mu ma kanë shpërthyt timpanin e veshit. Ndërsa në Prizren, shef i këtyne gjërave ka qenë Vesel Krasniqi. Pastaj edhe tjerë dhe e keqja më e madhe ishte se ata nuk donin me besu që ne i bëjmë pa na mësu dikush. Aq ma keq që në banesën time kishin gjetë edhe do materiale, se ne kemi pas bërë një lloj vuleje që parullat tona që shënonim, i shkruanim, i bënim edhe një vulë që me di që është e jona. Ishte një Shqiponia, jo një Shqiponia Skënderbeut, edhe e grupit ton. Edhe aty kishin gjetë edhe disa poezi. Tash ato poezi dy dukshin e tip kogjo si me nivele dhe thonin që ajo nuk është e juja dhe më patën shtipile me shkruar një poezi kundër aty në hetusi. Hetusia zgjat për shembull për orës 10 deri në orën 11-12 natës, 10 ditës deri në 10-11 natës, edhe si gjithmonë me ato trajtime që nuk du ti përsëris sepse për një nuk është nashta qëllimi i emisionit tuaj edhe të emisioneve tona që të trajtohet dajaku që kanë hangur njerëzit në përburgje, se tashmë ato njihen, po çka kanë mujt me bë dhe çka kanë pas ndërmend me bë, ndoshta është kjo më e rëndësishme. Zoti Qadraku, nuk është çështja apo trajtohet dajaku ashtu siç e thatë, po trajtohet vujtja, sakrifica e njerëzve që kanë dhënë për ditët që ne po i gëzojmë, për lirinë, për ditën që po festojmë ose ditën e flamurit. Sa vite burg keni mbajtur? Vitin e domethënë unë burgun e parë i kom pas 1 vjet e gjysmë burg. Pastaj mas si kam dalë me këshyk pak a shumë kështu, del gati çdo 2 vjet unë kom hin burg. Ku ti mbledhëm të gjitha? Edhe tashti, domethënë në vitin e parë kam qenë i dënuar 1 vjet e gjysmë. Në fakt 3 vjet kam qenë dënuar, mirë po gjykata e lartë për shkak se ishim në të mitur, bile thonë të aty të rritur të mitur, se veprat e kishim bërë kryesisht të mitur dhe na i patën zbrit burgin. Mas e më dalë, më kanë marrë mësë ndaj edhe një herë mas jatë 1 vjetë, dhe më thonë unë 7-6, 7-7, 7-8, të më 1 vjetë e gjysë, edhe pastaj më kanë mbyllë, për shkak se më gjetën do materiale si, dhe më thonë, gazeta, Shqipëria e Reja së diqysh, edhe më dënu 1 muaj ditë si kundërvajtje. Dhe pastaj vjen radha e demonstratave të vitit 1981. Unë kam qenë njëri për atyne që kogja aktiv kam qenë, bile kam qenë i plagosur në ato demonstrata, edhe pastaj kam qenë në izolim Titoja kur ka ardhur në Kosovë, më thirrri Vesel Krasniqi edhe Daut Morina. Dhe po më thonë, tha, a di që vjen Tita në Kosovë? Thash, po e di. Tha, po ti tha nuk bon me dalë me pa ato, se ne do mon me prit ato, tha se ti na dyshojmë se ti do me vra ato. Thash, jo, unë tash edhe si pasherë, se dijas vetë, për thëmë, jo mërë, thash, unë ku den televizion e shymin, se nuk dalë atje, me dalë jo se jo, edhe këtu u keq kuptu fort të punë edhe ma shkurt izolimit dajak, edhe pastaj në të dhe të nishën, si pjesëmarrësi i demonstratave të dhe ne, im kanë i dënuar 3 vjetë. Cila ishte 3 vjetë edhe të muaj në fakt. Jeta në burg, cilat janë kujtimet e juja të kësaj jete që e keni kalu prapa grilla për çështjen kombëtare? Unë kam qenë në burg në Prizren, edhe atëherë kur ka ra Gjemeli, kur kanë gjuajë Gjemeli, ja harrova tash, kujtohet për drejtare që kanë gjujt. Edhe pastaj kam qenë Sarajev, kam qenë Gjorakovc, kam qenë Dubrav, kam qenë Zenic. Edhe atje ne shqiptarët, si thuash, kemi pas një tretman tjetër. Më thonë,
të drejtat e vizitave, mësënejna libra, sidomos në Zenicë, atje kemi pas shumë të kufizume, domethënë të drejtat tona. Edhe masisht do e pa që këto nuk po funksionojnë, kemi bo grevurie, një numër i madh i tyre i domani shqiptarëve, e pa të mbo, njërë për organizatorë kam qenë unë, edhe 8-9 ditë. 8 ditë, në fakt në 8 ditë domani greva e urisë, të 9-ën ka ardhur mjeku, edhe na kanë dhënë ushqim me dhërë kështu përmes kështu në farë si hinke, ku di, unë kryesorja ushqim edhe unë kam kemi vazhdu, në atë neset ka ardhur drejtori i burgut dhe tha, ato kërkesa që i kishim bona, tha të pranohen krejt, tha proposta se ne kishim kërkuar na kthyn në Kosovë. Kosovë tha, unë nuk muj me u kthy sepse s'ka vend, se edhe unë s'po du me ju pas syt juve. Por nuk muj sepse është puna që shto, do më thonë edhe një farë mënyrë, që atëra s'kishim libra, s'kishim televizion, s'kishim të drejtë vizita, kështu thënë, kështu që na me i fitum, një pjesë të madhe të këtyre të drejtave i fitum përmes kësaj greve. Çfarë do të na ndani për shikuesit e televizionit Albria? Në ndonjë moment nga burgu, ose ndonjë ditë që keni përjetuar që ka qenë një nga ditët më të rënda që keni pasur në burg, apo ndonjë ngjarje që se keni rrëfyer ende deri më sot. Po tash ne po kthehemi prapë në Zenicë. Ne ku punonim aty ka qenë një lloj shkritore aty. Ajo shkritore pastaj ka qenë do farë na i thoshim brusa që i rrafshonin e hekurat llojet me metalet, edhe ato shpesh u theshin kanë të mëdha kështu. Edhe njerëzit dëmtoheshin gjyks në fytyrë, në sy. Edhe ne kundërshtuam këtë farë pune. Edhe neve na çun atje në qeli me pranune ato dhe janë 4 ndrime. Janë 4 ndrime të policëve që ndrojnë në burg atje. Ndrimi i parë, ndrimi i dytë, ndrimi i tretë, i katërt, pushim. Edhe secili ndrim që vinte, ka 2 vetë vinin, me një letër përpara, edhe thonin në qeli aty, me pranu aty, mu kthye. Ne s'pranonim, na rrinin deri në Livanosje, edhe vazhdonim me ndrimin tjetër, edhe ne nuk kemi pranu, ble unë këtu shpesh ju tregoj edhe të tjerëve, këtu e kam të thyrë këtë hundën, edhe nesu, aja, ku di, une, edhe po më thonë mua, pisëm unë në fakt të ty, ma keni u thy hunë, jo, po jo, edhe më qunë të mjeku, shohat i mjeku, ma preki pak hunë, kështu ti tha, këtë hunë, ki tha, me të lindur. Tha, është të vërejtë mërsh më boni. Do më thonë, edhe mjeku është njësoj si ata, edhe është një prej vujtje më të mëdhaja që ka po grup, që ka përjetu grupi jonë në Zenicë. Do më thonë, rrahje, aty ka qenë një dhomë, në mes ka qenë një halkë, rreth halkët ka qenë një cope të pihut, edhe i lidhën aty, edhe domethënë trajtimi, edhe ti domethënë as muqu s'ke mujt muqu, po vetëm po pjesërisht domethënë ngujza me ndajt aty. Pastaj është edhe interesant edhe Lorenz Selmonej vinte, si më thon tash, një javë, flente atje, ku në Prizren, edhe ata po flisnin mes veti, se më pyetën mua mas pare po di serbishti, thash unë jo. Edhe pi thot ati, tha, këto du të me lonë, tha në kom, lidh për radiatori, mes mi dhon as me hongër, e flet për qarë, sepse kështu nuk po do me folë. Dhe unë e mora vesh ato, se disha serbisht, pak shumë disha serbisht. Edhe tash mund të merrni me mend, deri sa gati Rom na kështu, domethënë nga fuqia Rom, edhe ata nuk u loshin për atë punë. Domethënë mendojnë në kom pa shku me ndrime. Domethënë vike tjetër ndrim, ai ne u dashkë mendoj në kom. Domethënë këto janë momentet më të rënda që ne i kemi përjetuar në përbushjet e Kosovës atje. Zoti Çadraku, ju personalisht, po edhe bashkë veprimtarët e juaj, sa tortura, sa maltretime, sa burgosje keni pas, për këtë rrezik ju kanë forcuar edhe më shumë. Si ka qenë mundur të mbahet ky ideal me gjithë këtë presion që keni pasur gjatë jetës së juaj si të burgosur politik, çdo herë duke që sa herë që dilin nga burgu, forcohej edhe më shumë. Është shumë interesant.
Është shumë interesant kjo për këtë gjithë, domethënë ata djem që kanë kaluar në për këto, domethënë krajata, në për këto vujtje, gjithmonë kanë dalë më të fortë. Është çudi. Pse ka ndodhur kjo nuk më shpjegoj. Mirë po, mos më qenë kështu edhe si shbo kjo, a di? Po nuk më shpjegoj këto, po domethënë nuk një djalë që ka hinë në përbuzhe ose në ato dyrë dhe ka dalë i dëshprum, ka dalë i thyr. Po veç më i fortë. Për shembull, grupi jon nuk kanë një disa prej tyre s'kan qenë në burg. Ata kanë qenë një herë, dy herë, ndoshta më tepër në burg, domethënë nuk e kanë pas shumë domethënë dert punën që ka ndodhur atje, por vetëm i krye që të mision, nëse mund ta quaj kështu që kemi dhënë vetit. E thatë në fillim të emisionit që në tekstet shkollore nuk ka histori të kombit ose popullit shqiptar të mjaftueshme, po unë do të shtroja pyetjen kështu. A mund të shkruhet historia e kombit shqiptar, popullit shqiptar, nga të përgosit në përjetimet e tyre dhe aktivitetet e tyre në rrugtimin drejt lirisë? Ajo duhet shkruhet, edhe gabojnë ata që nuk shkruajnë, sepse këto janë disa dromca që neves në duken interesant, se unë për shembull fillu me shkruan në biografinë time, nuk më dolën as 2 faqe. S'm duket interesant kjo, por megjithatë duhet lanë gjurmë. Si thash unë, ka kalu koha që ne të mësojmë historinë tonë përmes rapsodit. E thash në atë kuptimin që a është historia e popullit tonë tek të burgosrit, tek aktivitetet, veprimtaria, gjitha që kanë bë, a mund ta lexojmë këtë histori brenda grilla, ta themi kështu? Po tash me fol drejt, burgosrit kanë qenë një lloj kategorie të sakrifikuar me vetdije. Sepse në luftë, tash pjesa më e madhe ty kanë qenë edhe në luftë, po në luftë ki pas armë, ki qenë një farë mënyrë i barabartë edhe me armikun. Atje ki qenë shumë i pabarabartë, i lidhun, i pa ushqym, i trajtuar keq, edhe prap ata kanë ruajt atë, si më thon atë fuqinë që me përballu edhe me dalë deri në fund kësaj pune. Një periudhë tjetër e ndryshme e veprimtarisë juaj kombëtare është padyshim rrështimi në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në 28 nëntori e lidhet edhe me daljen publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe datëlindjen e komandantit Adem Jashari. Se ishin luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kyçja në këtë luftë, s'po themi kush nxiti tani më të kyçin në luftë. Si ishin në këtë epokë? Po tash, me fol drejt, faza e parë e luftës ka qenë kjo përmes burgosjeve, përmes, domethënë, veprimeve ilegale, e cila siç e dimë të gjithë, ata një pjesë e dërmuese e tyre e kanë ndikuar që ose ka dhënë kontributin që mu formu edhe kjo ushtria shlimtare e Kosovës, se e dimë të gjithë kur, kush edhe qysh është formuar kjo ushtri. Edhe pa ushtrinë shlimtare të Kosovës, unë mendoj që Kosova nuk kish mujt mu liru, sepse as nuk është, si me thonë, Serbët nuk kanë ardhur këtu me mirë kuptim, por kanë ardhur me fuqi, kanë ardhur me ushtri, kanë ardhur me armatime. Prandaj edhe vetëm kështu kanë mund dalin. Kështu që ushtria shtimtare e Kosovës është shpëtimtarja, mund të them unë, e popullit shqiptar të Kosovës, e cila i ka mbledh djemt më të mirë, më të guximshëm, edhe që ka qenë domosdoshme për me qenë dikush tek kësaj kategorie. Ju dini që ushtria shtimtare e Kosovës ka qenë e ushqyer për popullit. Ka qenë, si me thonë, ka marrë fuqi, kuraja ka marrë për popullit, sepse kanë shku, i kanë prit mirë, i kanë të rejtu, si me thonë, edhe kanë pas një lloj respektit veçantë për këtë kategori ose për këta njerëz. Tash unë mund të them, në rrahë vetë, ushtria shtimtare e Kosovës ka ardhur fillimisht me 26 prill, edhe ju dini, ndoshta qysh ka ardhur deri aty kur kanë dalë me marrë armatime nga hoq kësaj te ura e Landovicës pak më këne, edhe ata hetohen, edhe tash shtabi i joni por është bërë në Drenovc. Ai shtab pastaj ka reflektu me një entuziazëm çuditërisht të madh
Sepse për me tash llogariti për shembull populli shqiptar çaqi përvujtun, çaqi hekun keq, edhe merrni këtë guxim, apo di pa droje i bashkohet ushtrisë ligjore të Kosovës. Edhe tash kjo masane ka reflektuar te na poshtë. Domethënë tash nëse ki parasysh ku është Drenosi, Ratkosi, Malësia Vogël, Gegja, Çifllaku, ato Pataqani, Fortesa ato, domethënë të gjithë kanë qenë aktiv me dhënë kontributin për ushtrisë ligjore të Kosovës, sepse vetëm të ata të kjo kategori e kanë po, si me thonë, shpëtimin nga Serbia. Cila ka qenë ndjesia të jesh pjesëtar i ushtrisë ligjore të Kosovës? Nuk mund të përshkruhet ajo. Është e çuditshme, nuk mund të përshkruhet ajo çfarë kënaqësie, çfarë entuziazmi kemi pas ne atëherë. Nuk mund të përshkruhet kjo. Është fenomen, është tepër çuditshme çysh ka ndikuar te ne si të ri, nëse s'kam qenë dot shumë mirë unë, por ja kështu. Edhe pastaj ne kemi filluar me bë shtabet tona si në Ratkovë, si në Malësi të Vogël, unë kam qenë komandant i shtabit tim atëherë, edhe nëse të kujtohet, pastaj ka ndodhur me 12 maj ka ndodhur betejë, pastaj me 14 maj ka ndodhur në Gradish, ku kanë ardhur dhe nga jashtë na kanë ndihmuar kuptimin e komunës. Kanë ardhur me Edin Morina ka vdek si me thonë ushtar që ka ardhur me na ndihmu neve në betejën e Gradishit. Edhe jo veçaj, ka pas edhe të tjera, domethënë. Zoti Qadroka, jemi në ditë feste, kisha pasur dëshirë më na rrëfy dy kujtime, dy ngjarje. Një që jeni ndi shumë krenar, gjatë ndonjë beteje, gjatë pjesës së luftës, edhe një që jeni ndi shumë të i lidhur, i ndrojtur, i pafuqishëm në atë përballimin e ndonjë beteje, apo ndonjë lufte, apo ndonjë ngjarje që ke pasur në luftë. Po për mua kënaqësia më e madhe ka qenë kur ne kemi formuar shtabin dhe kemi pasur 200 ushtarë. Domethënë fshatin na kanë dhënë shtëpinë vet, edhe aty me shtab, me kazerë, si thonë, edhe me mjete materiale që na kanë prit neve, dhe për mua ka qenë e papërshkueshme si qysh na kanë mujt me na prit aq mirë. Ata thashun kanë pritur në ngjarje të ndryshme ky populli jon. Edhe për mua ka qenë shumë krenari kur i kum pa ushtarët e mi që ishin të gatshëm me dalë ndrrim, me bart armën edhe me ndajt i disiplinuar detyrat e veta. Por në kohën kur keni qenë më së ngushtë, nuk kemi qenë veç një herë. cilën e mboni men edhe në harën asnjëherë. Po që unë po të them ty në shtator, e kemi qenë të rrethuar në Dendi ku të një pjesë e jona aty. Edhe në ato qaste policia dhe ushtria serbe ishin për rreth. Po kupton, edhe tash ata po të na hetonin mund ta gjunin një bombë aty. Edhe ne ishim të gatshëm, po nuk kishim edhe armatime me luftu me ta. Po ndoshta edhe me bën nej vepër sublime, por më smëron durt atyne. Domethënë kjo ka qenë tepër e rëndë për neve, sepse një pjesë e popullatës ishin matutje që i kishin gjujt bombat ata, serbët, pipnishët e nuk e di prej kujt, edhe kishte njerëz fëmijë, njerëz të plagosur që domethënë si pasojë e atyne bombardimeve. Edhe tash ti ndoshta sigurisht je në ngjarje, domethënë ofanziva shtatorit ka qenë shumë e rëndë për ne, gati në demobilizim. Mirë po, masanena, se u këndel pak, pastaj filloi edhe kjo është kjo që përshoj edhe një sot gjithë. Çdo kryengritje, çdo organizimi të periudhave të ndryshme të popullit shqiptar i ka prit flamuri kombëtar. Edhe ushtrisë ligjore e Kosovës i ka prit flamuri kombëtar, cila ka qenë ndjesia, lidhja me flamurin kombëtar e një ish të burgosur politik dhe një ish komandante të ushtrisë ligjore të Kosovës. Çfarë ju ngjall? Flamuri kombëtar kur e kujtum, e zakonisht në ditë feste sikurse që është sot. Thash edhe flamuri kombëtar i joni nuk është ndoshta si flamurit e tjerëve. Ai nuk është dizajnuar për dikujt, më thonë që hape pe caktojmë çështu as pe caktojmë çështu. Flamuri kombëtar domethënë vjen pi Skënderbeut. Rujtësi Hajmeli, si thonë ne. Edhe ka ardhe te Ismail Qemali që e ka shpall, edhe në një farë mënyrë horizonti ose si më thonë hapësira shqiptare ka shkëlqy
me atë flamur. Edhe kemi Adem Jasharin, i cili po me këtë flamur. Edhe është diçka e shenjtë, është diçka që ti thu, për me do më na ndihmu neve flamurit, sepse nuk ka vetëm një bez, sikur i thonë disa, po është diçka e shenjtë, diçka është që motivuese, flamuri është ishëm më të fortë, më krenar, më të paepër kur kishim flamurin kombëtar. Edhe ky flamur nuk është me të vërtetë si të tjerët. Është diçka që s'mund të shpjegohet, ndoshta për shkak të biografisë tij të rëndë, sepse jo rastësisht flamuri ynë e ka ngjyrën e kuqe, sepse ai nuk ka qenë i thjeshtë, pa ka notuar nëpër ujë, nëpër gjakun e shqiptarëve në luftrat shumë shekullore, domethënë tu fillue. Se na si shqiptar, nëse këshyrim si shqiptar, si historia jonë është në luftrat e Teutës me rumakët, kur ka humbë luftën deri në vitin 99, domethënë 1999 na kemi qenë në Europë. Domethënë nuk ka diçka që na kemi pas një të kaluar, mësandaj na populli shqiptar, sidomos i Kosovës, kemi qenë në Europë gjithmonë. Zoti Qadraku, 28 nëntori i vitit 1912 është dita shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë shpallje mbeti pjesa më e madhe e territorit shqiptar jashtë kësaj Shqipërie e cila është. So ka qenë roli, motivi i luftëtarëve të lirisë, i njerëzve që kanë dhënë kontribut për lirinë e Kosovës, Shqipëria. Dhe so ka qenë frymëzuese 28 nëntori. Që une po të thoja kështu, dikush do të thotë që ja ky është enverist. Une them kështu, në moshën time 3, Kongresi 8 i Partisë Punës Shqipërisë, pastaj emisionet dokumentare që ka qitë Shqipëria, pastaj Enver Hoxha ku fliste her pas here, pastaj konzulatet e tyre edhe përfaqësi diplomatike në përbot, që ka kontribu Shqipëria për, domethënë, vetëdijsimin tonë, po tani në fund në dhanë edhe armë, në dhanë edhe besa edhe eksperta. Edhe mos ta kishim ne Shqipërinë, sikur që nuk e patën bostet në Shqipëri tyre. Ndoshta ne sot nuk ishim të lirë, sepse ata na përfaqësonin ndërkombëtarisht, na armatosën, na mbrojtën, na mbajtën në sqetull, edhe sot ata, domethënë, llogarisin neve si shqiptarë që jemi, si tanësi, domethënë si popull kompakt, që nuk mund as ata të llogarisin pa ne, po as na pa ata, jo se jo. Prandaj Shqipëria ka një kontribut të pa llogaritshëm për neve. Unë them që këta djem, pjesa dërmuese dhe Adem Jashari, ka qenë indoktrinuar me ideologjinë e Shqipërisë përmes të Enver Hoxhës, sepse shumë kush thotë se Enver Hoxha ka qenë ai ka qenë një nacionalist, mendoj unë. Prandaj edhe ka kërkuar shpeshherë ka folur për Kosovën e për shqiptarët përgjithësi, sepse mos ta kishim këtë avokat ndërkombëtarisht na kishim psu për shumë. Prandaj duhet falendëruar edhe ata. Shumë. Keni ngritur ideale, keni besu në idealet e juaja, keni rrugtu me këto ideale dhe keni arritur që ato që keni mendu sot Kosova është e lirë. Po prapë se prapë ndërrani ju dhe brezi juaj dhe shumë kush për qytetarëve të Republikës Kosovës që një ditë do të bëhet një Shqipëria. Besonin këtë ende? Po, gjithmonë. Gjithmonë këta njerëz që kanë luftuar, sidomos pjesa ilegales, sepse në luftë kanë qenë edhe kategori tjera. Kanë qenë guzimtarë, kanë qenë kudiune. Mirë po, ata që ai brumi i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, që vinë ndoshta nga ilegalja, ata në shpirt e kanë Bashkimin Kombëtar. Kisha i takim unë, s'po jap me emër, edhe ndërkombëtar. Po thotë pe lip mendimin tim. Thash, nëse doni Ballkanit qetë, keni shumë lehtë. Si është ajo? Thash me bë Bashkimin e Shqiptarëve. O ti po thu bashkim, po do bashkim kombëtar. Thash, si janë ngjit në emrin nuk e di. Por në Ballkan, pa bashkimin e kombit shqiptar, nuk keni me pas qetësi, sepse armiqt janë më të mëdhaj si ne, që jemi në të ndam, edhe gjithmonë kanë me pretendu që neve me na shkel edhe me na robëru edhe me na lënë qetë me prosperu si komb. Prandaj bashkimi kombëtar është ajo që neve na shpëton si komb edhe për me hec përpara si kombe tjera të zhvilluara. Pa atë nuk mund të bëjmë. Tash një kin edhe për lip Tajvanin.
Një Shqipëri me 1,5 milion as qash në ashtas janë, edhe një Kosovë, as 1 milion janë, edhe më nuk ndok neve tepër me bë ndan dy kompe, kjo është e çuditshme, kush e mendon do? Zoti Çadraku, 50 vite aktivitet. Sot, kur i kujtoni në këtë ditë feste, si u duket ky ritmi, i mbajtjes së gjallë, kësaj fryme dhe këtij aktiviteti të juaj në këtë vite, në 5 dekada. Me thënë vërtetë tash u do më ndëlidh me një fjalë të Adem Demoqit, nëse jam i sigurt se e ka thonë, se kom të çu drejt për drejt, ai thotë s'ka menduar që i shlerohemi ka shpejt. Edhe ne, domthonë disa veprimtarë që kemi kaluar për ato faza, puna duket që pse na kemi menduar se mrim. Na vetëm kemi desht me qenë një lloj tullej e kësaj kaloje të shqiptarëve, po që përjetojmë na këto, kjo është një fantazi që me të vërtet si me guxu në 70 me menue. Kështu që kjo është diçka tepër e mirë. Edhe kjo na jep kurajë, na jep fuqi, na jep entuziazëm. Unë shpesh herë tham, pse na duhet me mu frigu nëse vdesim? Plot shokët tonë kanë vdekë. Në luftë, në aktivitete, edhe nuk e kanë prit shlirimin e Kosovës. Na një mision e kemi kryer, nëse mund të them kështu, sepse jo unë, po shqiptarët në përgjithësi e kanë kryer një mision, edhe atë borxh që e kanë pas ndaj kombit edhe tokës shqiptare e kanë kryer. Prandaj edhe duhet me qenë të lumtur që e kanë mërri, edhe e kanë dhënë një kontribut për këtë vend. Kjo është e mjaftueshme për ne. Shqipëria drejt integrimit në Bashkimin Evropian, antare NATO-s. Kosova shtet i pavarur. Ende në ngërçe politike me milion probleme, por shihet që është e pavarur frymën lirshëm. Pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë me gjendjen që është e dim të gjithë, ku është popullin shqiptar në 28 nëntor të vitit 2025, dhe pa mohuar edhe ish krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës, ende prapa grillave. Po, para punë, unë mendoj që ajo pyka që ndonë edhe përçon popullin shqiptar është kjo, që neve na përçon me zvete të thonë se ka plot njerëz që thonë sot, unë edhe atëherë di, në thoshin ne, nëse kujtohet ajo ideologjia e jugoslavizmit, që mos me pas bë demonstratat ju na kemi pas në Armend me bosh Kosovën domethënë në republik me forma tjera, gjë që nuk ka mujt me ndodh kurrësh. Mirë po, ja që edhe sot gjenden që thonë për shembull nuk bën mu lidh me Shqipërinë, flasin keq për Shqipërinë. Merrem me mend flasin keq edhe për ata shokët tanë që janë në Hag. Merrem me mend. Po unë isha i lumtur kur më thoi dikush, kur vike prindi për shembull, vike baba në vizitë ka bot fala filani. Isha shumë i lumtur në kuptimin e asaj që isha disponuar sepse dikush po mendoi ka mirë për ne. Po tash më lexu ata që flasin për ata shokët tanë, për ata eksponent ose udhëheqësit e luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës në Hag, me popull tjerë me ne, ata çuditën tonë çfarë njerëz jemi ne. Prandaj në qoftë se ne arrijmë mu afru mes veti edhe me qenë, se vetëm kjo neve na shpëton, vetëm bashkimi. Vetëm bashkimi na shpëton, se përndryshe përçarja deri sot. Nëse ju kujtohet, mos me hi, ndoshta po hin tema tjera, Ismail Qemali e shpall pavarësinë në 1912-ën. Edhe 25.000 ushtarë, 15-16 në Çana Kalo shkojnë shqiptar vullnetar vdesin. Vend si mirujt trojet e veta, vend si mirujt kufit e vet, shkojnë domon vdesin në Çana Kalo për mbretin, për sultanin, kush ka qenë atje. Prandaj kjo te ne duhet me na shërby neve si gjithë shqiptarëve, si me mbamendje që na në vetëm të bashku me bë diçka. Dhe jo tu e shani një tjetrin, jo tu e njëruni një tjetrin, sepse mi pak na. Edhe ata mund do mes veti, atë çka të mund me bëni. Prandaj këtu është pika e dobët e jona edhe është poena e madhe e kundërshtarëve tonë ose armiqve tonë. Përçarja. Zoti Çadraku, faleminderit që ndot opinione, kujtime në ditën e flamurit dhe shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Ju urojmë shëndet dhe gjithëmijat. Faleminderit edhe juve urime edhe gjithë teleshikuesit ju i uroj edhe një herë këtë festë kaq të madhe, ndoshta më e madhe prej të mëdhajave. Faleminderit shumë.
emision mundësohet nga ISP Broadcast.